Që deri tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administrata Trump kanë arritur deri aty sa ta ndalojnë disa herë zotin Rama, jo vetëm në takime, por për qëndër në një sallë me presidentin Trump. E treta, keni parasysh që në 2027, në maj të 2027, Shqipëria do të presi samitin e NATO-s, që është një ngjarje shumë e madhe. Dhe samiti i NATO-s si vjet në qershor bëhet në Stamboll, vitin tjetër bëhet në Shqipëri. Unë jam e sigurt personalisht që Edi Rama nuk do të jetë ai që do të mirëpresi samitin e NATO-s në Shqipëri. Për këtë jam e bindur për arsye të gjitha sinjaleve që vijnë nga Amerika. Dhe unë mendoj që do të ketë një qeveri teknike së shpejti në Shqipëri. Por, e fundit, ajo çfarë dua t'ju them, t'ju theksoj në lidhje me atë fjalin tuaj hipotetike, është që vtesa për bordin e paqes ka ardhur pikërisht për presidentin e Republikës, ka qenë për presidentin e Republikës e designuar. Më pas mendoj që miku i tij Tony Blair apo dikush tjetër mund të këndruar emrin me zotin Rama. Unë ende dhe sot e kësaj dite duke pasur parasysh atë çfarë po zhvillohet edhe në Bruksel, sepse asgjë nuk është e palidhur dhe e pa koordinuar. Keni parasysh, në muajin qershor apo në korrik ka pasur një vizitë e kancelarit Merz në Washington. Dhe nga ajo vizitë ka dalë diçka fare veçantë që e kanë anashkaluar mediat në Shqipëri. Ballkani në një farë mënyre i është lënë si porosi Gjermanisë për të mbikëqyrur edhe më tej. Pavarësisht që SBA-t kanë intensifikuar punën e tyre me spakun dhe me drejtësinë këto muajt e fundit. Kështu që dhe kjo çfarë po vjen në Bruksel është nga qeveria gjermane në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse qeveria gjermane ka disa dosje patate të nxehta, shumë të nxehta për Edi Ramën apo dhe anëtarë të tjerë të qeverisë së tij, por në të njëjtën kohë kjo është e drejtuar edhe nga një vend tjetër, Hollanda, e cila i ka dhënë sekretarin e përgjithshëm, ish kryeministër NATO-s tashmë. Dhe mendoj që gjërat janë shumë të koordinuara midis SBA-s dhe në të njëjtën kohë Evropës. Por, përfundimisht, unë mendoj që qeveria në Tiranë tashmë është në ditët e fundit fizikisht, sepse ajo moralisht ka rënë. Dhe shumë shpejt ne do të ballafaqohemi me atë që Shqipëria do të ketë një qeveri teknike, dhe kjo është shumë e shpejt, prandaj edhe pak durim. Të falenderoj që erdhe. Është kënaqësi. Dhe folë me mua Edith, falenderoj me gjithë zemër. Të dashur të shikues, ne do të bëjmë një ndryshim të ftuarëve tan duke qenë në transmetim